Atëherë përshëndetje gjithëve, ju njoftoj se Komisioni Qendror I Zgjedhjeve sot ka nisur procesin e dërgimit të pakove me fletvotime për votuesit e regjistruar jashtë Kosovës për votime post në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Fletvotimet e cilat janë shtypur në Sloveni, siç kemi njoftuar më herët, kanë arritur në Kosovë të premten më 12 dhjetor dhe pas kësaj shërbimi I votues I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka bërë përgatitjen e pakove individuale për secilin votues të regjistruar, të cilat tashmë janë të gatshme për t'u dërguar jashtë vendit në adresat e votuesve të regjistruar. Fillimisht, pakot do të dërgohen në aeroport dhe gjatë ditës së nesërme do të fillojë shpërndarja e tyre në shtete të ndryshme përmes shërbimeve postare në adresat e votuesve. KQZ njofton se gjatë javës në vijim do të përmbyllet I gjithë procesi I dërgimit të këtyre pakove me fletvotime për votuesit jashtë Kosovës. Në çdo dërgesë postare është vendosur nga një numër I veçantë xhurmimi dhe është dërguar votuesve të regjistruar, të cilët mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos së tyre me fletvotim. Është e rëndësishme të theksohet se votimi përmes postës përfundon me 27 dhjetor. Kjo periudhë votimi vlen vetëm për rreth 58.000 votuesit e regjistruar jashtë Kosovës dhe që kanë përzgjedhur të votojnë përmes postës. KQZ u bën thirrje të gjithë votuesve që të mos presin ditën e fundit për ta dërguar pakot e tyre me fletvotim. Pakot duhet të dorëzohet në adresën e njërës nga kutitë postare të KQZ-s në shtetin ku jetojnë votuesit apo në kutitë postare më të afërta. Votuesit inkurajohen që këtë ta bëjnë sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që pakoja të arrijë me kohë në kutinë postare nga ku do të tërhiqet dhe do të dërgohet në Kosovë për procesin e numërimit. Me qëllim të lehtësimit të mundësisë për votim, pra për shtetasit që janë regjistruar për të votuar përmes postës, KQZ, siç e dini, ka hapur kutitë postare në 23 shtete të ndryshme. Sa I përket numrit të shteteve, kjo ndërlidhet me votuesit që janë të regjistruar dhe sipas të dhënave janë rreth votuesit të cilët do të votojnë përmes postës, janë regjistruar nga rreth 60 shtete të ndryshme të botës dhe do thotë pakot individuale do të dërgohen në këto shtete varësisht prej nga është I regjistruar votuesi. Sa I përket afateve të dërgimit, pra këto janë pjesë e kontraktimit ndërmjet KQZ-s dhe operatorit ekonomik, janë afate të caktuara brenda të cilat do thotë duhet të dërgohen këto pakove me fletvotime në adresë të votuesve të regjistruar. Në bazë të planifikimeve të mëhershme të planit do thotë operacional të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, votimi përmes postës ka qenë I planifikuar të fillojë me datë 12 dhjetor, pra kjo aktivitet I satëm, pra që po zhvillohet ka qenë I planifikuar të bëhet me datën 12 dhjetor. Votimi përmes postës është një nga periudhat më të gjata kohore për votuesit e regjistruar dhe janë në dispozicion do të thotë gati 2 javë për shtetasit e Kosovës për të votuar përmes postës. Operacioni pra I dërgimit të pakove me fletvotime besojmë që do të përmbyllet gjatë të javës në vijim dhe koha e cila pastaj është në dispozicion të votuesve për të dërguar pakon me fletvotim në kutinë postare besojmë që është e mjaftueshme. Pjesa më e madhe e votuesve të regjistruar janë në shtetet e Evropës dhe në të gjitha këto shtete KQZ ka hapur kutitë postare, pra dërgesën pakon me fletvotim votuesit mund ta dërgojnë brenda shtetit e tyre, pra në kutinë postare që ka hapur KQZ dhe sigurisht se kjo është një lehtësim I procesit dhe natyrisht nuk merr shumë kohë për të bërë këtë dërgesë brenda shtetit ku është votuesi.
Smoothie.